i kemi dikon 220.000 tri që kanë dalë jashtë Kosovës, kur jemi te fuqia punëtore. Në seancën e fundit që e kishim në kuvend, ja adresova zotit Kurti si pyetje se kur do e sjell rishikimin e buxhetit në kuvend të Kosovës. Sepse ne i kemi 3 ministri, të cilat nuk kanë as buxhet të ndonë me atë që e ka sjell në kuvend të Kosovës që është miratu. Dhe ka premtuar që rishikimi do ndodhë brenda një muaji. Rishikimi ende s'ka ndodhur. Ne kemi 3 ministri të cilat funksionojnë pa buxhet të destinuar. Pra, ku do mi marr 200 milion për një pako emergjente, kur ende nuk e ka sill as rishikimin dhe ka plot ministri të cilat funksionojnë pa buxhet. Pra s'ka buxhet. Nëse flasim për shpenzimet kapitale, ku janë ndërtu autostrada, janë ndërtu shkolla, janë ndërtu shtëpi, janë ndërtu universitete, të gjitha këto ka ndodhur në udhëheqjen e Partisë Demokratike të Kosovës. Janë rrit pagat. Ne asnjëherë nuk kemi thonë që me u ofru subvencione, shtesa, të gjitha këto janë perfekte, shumë mirë që ka ndodhur. Ish dashur me ndodhë edhe më shumë se që ka ndodhur. Mirë po, duhet buxheti të investohet edhe në shpenzime kapitale, ashtu siç ka bërë Partia Demokratike. Me ndërtu autostrada, me ndërtu shtëpi, me ndërtu shkolla, me ndërtu qerdhe, jo vetëm premtime. Demagogët i kam dallimin e mes të premtimeve dhe fjalëve. Se sa më shumë që vinë dhe qëndrojnë në pushtet, veprimet zbehen dhe fjalët vazhdojnë të rritin. Me Partinë Demokratike kjo s'ka ndodhur asnjëherë. Kjo qeveri i ka rrit rezultatet të rekordit shpenzimeve kapitale. Asnjë qeveri s'ka rrit me shpenzuar për investime kapitale më shumë se kjo qeveri. Ende si deputet nuk e kemi planin qeverisës. Ende si deputet nuk e kemi planin legjislativ. Ende si deputet nuk e kemi rishikimin e buxhetit. Dhe flasim për pako emergjente 200 milion. Asnjë investim kapital për 6 vjet. Asnjë investim kapital për 6 vjet. Përmane vetëm 2 investime kapitale që i keni bërë. Vetëm 2 investime, jo më shumë. 2 investime kapitale që i keni bërë për 6 vjet. 2 investime kapitale. Është vete humbën kjo sa i përket investimeve kapitale. Me argument jam të të folë. Jo, argumente janë projekte që Podujeva është 95% e përfundume. More të përfundume qikit, përfundume. 95% është e përfundume që kurse është përfundume. Kimi Trovicën që deri në Vushtri është përfundu. Ka me vetëm traseja prej Vushtrisë. Vendime që i ki investime kapitale përfundume. Asnjë nuk e ketë përfundume, janë proces. Ti kalon Partia Demokratike më shumë se 50% të përfundume këtë projekt. Prej 2009 se keni nisë se keni kry kur dosh na me orë me kryetar. Edhe për Podujeve keni nisë 2017 është dosh na me orë me përfundu. Nuk meriton propagandë. Qytetare meriton vendime konkrete. So investime kapitale i keni bërë për 6 vjet. Asnjë vendim, asnjë investim kapital. Asnjë për juve. Asnjë. Keni bërë autostrada për me vjedh aty, se që aty vjedhët mas leke, po. Bën te autostrada ku e vjedh në autostrada? Po, është vjedh në autostrada. Se s'po i dërzëndosin prokurori? Se s'po i dërzëndosin prokurori? Njeri është të gjyku, është njeri dënu shkollën e parë, është shkollën e dytë, e sene 53 milion, që ka me folë më shumë. Po,